unë dhe shokët e mi pothuajse në të gjitha rastet e mbajmë me vete dhe domosdoshmërisht shtron pyetjet çka është kjo. Sakt. Domosdoshmërisht shtron pyetjen. Dhe nga kjo lind pastaj tu ja spjegu secilit çka përfaqëson kjo, ja spjegon edhe historinë. Këto edhe një fëmijë të më të vogël, t'ja japsh një lule edhe t'ja spjegojsh çka ajo që e spjegova unë, ndoshta me fjalë edhe më të thjeshta, e kupton edhe historinë. Nuk është qëllimi që ta vendosim një simbol sepse unë po kam qef se e kam dizajnuar unë, por ne duhet ta kemi paramendo, është 27 vjet nga masakra e Reçakut. 27 vjet janë nga përfundimi i gjenocidit, ndërprerja e gjenocidit. Në qershor të vitit 99 është bërë ndërprerja e gjenocidit pas hyrjes së trupave të NATO-s këtu. Dhe 27 vjet kanë kaluar, ne akoma nuk e kemi zyrtarizuar simbolin e gjenocidit. Neve vitet po na ikin dëshmitarët, po na rrallohen gjithnjë më shumë faktet që i kemi pasur të freskëta dhe po nuk i kemi më në dorë. Prandaj ne duhet të bëjmë hapa shumë të shpejt edhe shumë të rëndësishëm që kjo çështje të ecë përpara. Nuk them që ne të ngutemi e ta bëjmë një padi kundër Serbisë shkeleshko, sepse kjo çështje duhet analizohet mirë. Mirë po, grumbullimi i fakteve, sensibilizimi i opinionit, bisedat me miqtë tanë, me ata që e mirë kuptojnë, sepse ata e dinë jashtëzakonisht mirë çfarë ka ndodhur në Kosovë, sikur të mos e dinin ata çfarë po ndodhte në Kosovë, nuk do të intervenonin ushtarakisht këtu. Intervenimi i tyre është bërë për shkaqe humanitare, sepse nuk kanë mundur të mbyllin syt para një tragjedie çfarë po përjetonte populli i Kosovës. Dhe ne kemi qenë me shumë fat që kemi pasur miq kaq të rëndësishëm që na kanë ndihmuar si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe gjitha vendet e NATO-s, Gjermania, Italia, Franca, të gjitha vendet kanë qenë në anën tonë dhe konsideroj se akoma janë në anën tonë, por duhet të flasim hapur me ta. Jeni shumë inkurajuar me mirëmbajtjen e gjithë kësaj memorje që s'bën të harrohet fare se çfarë ka ndodhur në Kosovë. Me mënyrën se si mirëmbahet kjo memorie, qoftë nga elitat politike, kulturore, akademike, e tjera, kështu me radhë. Unë ja kam lakmi popullit hebrej se si e ruan kujtesën kolektive. Them drejtën, ata nuk kanë më nevojë as të bëjnë filma, as të bëjnë libra, sepse gjithë bota e din, tashmë nuk ka as një dilemë nga ajo çfarë ka ndodhur gjatë luftës së dytë botërore me ta. Mirë po, për çdo vit ke ose filma, ose libra, filmi i fundit është për procesin e Nürnbergut. Po. Për çdo vit ke me 10 libra të botuar për këtë çështje. Ata kanë nevojë akoma të rrëfejnë. Ne themi bota e din çfarë ka ndodhur, mirë është. Ose shumë po merreni me luftën. Po, mos u merrni me luftën. Ne duhet, pse është e rëndësishme që ne të merremi me këtë çështje? Sepse kjo është bazamenti i lirisë sonë.